Asgjë nuk zgjat për gjithmonë në këtë botë, madje as dashuria, dhe nga ky fakt nuk bëri përjashtim as lidhja 30 vjeçare e Ilir Metës me Monika Kryemadhin. Tashmë, Meta e kalon ditët dhe netët e tij në qeli, në pritje të vendimit të gjykatës, ndërsa Monika ka hequr dorë nga politika dhe është fokusuar te arti. Ajo ka filluar të merret me aktrim, një pasion i saj, i cili ka qenë i fshehur prej vitesh. Kryemadhi është nga të paktët personazhe që flet troç kur bëhet fjalë për jetën e saj private. Ajo ka thënë se pas debateve që kishte me Metën, ky i fundit as nuk kishte tentuar më të shkonte në shtëpi, por i kishte thënë të birit t'i merrte rrobat dhe t'ia çonte në hotel. Pyetjes se si ndihet pas divorcit, ajo përgjigj: "Krevati im nuk është bosh, sepse unë tashmë fle me Borën, vajzën time." Së fundmi, Kryemadhi ka treguar se si po e menaxhon pasurinë dhe dëshirën e saj për të ndihmuar financiarisht emra të fuqishëm në botën e televizionit. Ajo tha: "Në pronësinë time kam një pallat që është ndërtuar në tokën time. Aty kam shitur hyrjet dhe me ato lek unë kam shkolluar fëmijët. Tekati i dytë i pallatit tim është syri televizion. Ambientet e këtij televizioni janë në pronën time dhe pikërisht tek ky televizion Ilir Meta bëri publik faktin që do të divorcohej me mua. E tha një gjë të tillë në një ambient që unë kam me certifikat pronësie." Por ajo që bëri më shumë përshtypje ishte fakti se Monika tha: "Unë nuk marr asnjë lek që ra nga televizioni, ja kam lënë pronën time në shfrytëzim dhe po e theksoj, unë nuk marr që ra." Pas kësaj deklarate, të shumta kanë qenë reagimet në rrjetet sociale, se cila është arsyeja që Monika prej 7 vitesh nuk ka planuar t'i marrë që ra pronari të televizionit. Pyetja që ngritën më shumë komentuesit ishte: çfarë e lidh Monikën me pronarin e këtij televizioni?